feja fillon me namaz, vazhdon me agjerim, vazhdon me haxh, mirë po me këto nuk përmbyllet feja, me këto fillon feja. Ai bëhet më mirë kur ka sjellje të mirë, ai bëhet më mirë kur ka mëshirë mes njerëzve, bëhet më mirë kur ka tolerancë, ai bëhet më mirë kur njeriu largohet nga paragjykimet, bëhet më mirë kur arsyetohet tjetri dhe mbas kësaj çdo njeri i cili bëhet fetar apo është fetar dhe kupton këtë koncept ku mbi namazin të ndërtoj sjellje të mirë dhe korrekte me njerëzit, ai e ka plotësuar fenë e tij, por në anën tjetër ai i ka dhënë jetës së tij bereqet. Sa bukur ka thënë pejgamberi alayhis salam një hadith, nuk është besimtar i mirë ai i cili flan, pushon në barkun e ngopur ndërsa kojshiu apo fqiu i tij qëndron në barkun e uritur. Madhështia e fesë është se çdo kohë që vjen i përshtatet dhe qëllimin e krijimit ton këtë botë ta mbushim me veprat e mira dhe truhemi nga gjithë ajo që na bën dëm, qoftë në aspektin familjar, në aspektin shoqëror dhe në aspektin adëtar. Të dashur miq, mirë se po takohemi sërish me emisionin Divani nëpër Kosovë. Jemi në kohën e sfidave, në kohën e pyetjeve të shumta, debateve, diskutimeve, në kohën e medjave, rrjeteve sociale, në kohën e këtyne videove të shkurtra, mesazheve të shkurtra, në kohën që s'po na don fort emisionet që kanë metrazhin e gjatë apo minutat të gjatë. Në kohën kur kemi nevojë si gjithmonë në çdo kohë për këshillat e dietarëve, këshillat e hoxhallarëve. Një prej tyre që kemi të veçantë, të nderuamin Hoxhën Armënor Sinani, i cili ka gjetë një mënyrë për t'japë mesazhet e tij si hoxh i dashtën, i nderuam, i respektuam tek opinioni i gjerë, me mesazhet e tij të shkurtra dhe neve na kalon përshtypje, dhe sot kemi ardhur për vizitë dhe të marrim një intervistë tek hoxha i nderuar Armënor Sinani. Andaj mos u ndani nga kanali i RTI-s. Hoxh Armënor Sinani, dhe selamu alaikum këtu. Aleikum selam. Opinioni njohim dhe gjithë që të shohim nëpër mediat rrjetet sociale si hoxha Armënor Sinani. Avon pak në një njoftim të shkurtër për opinion e gjerë që kush është Armënor Sinani. Fillimisht, ju uroj mirëseardhje. Faleminderit që keni ardhur në Skënderaj, në një vend të sakrificës, të njohur për guximet e rimëri, i mbushur me gjakun e njohur të dëshmorëve, të cilët ranë për liri, që ne sot këtë liri e gëzojmë dhe në këtë liri sot praktikojmë aspektin tonë fetar. Unë Armënor Sinani shërbej si kryimam pranë Këshillit Bashkisë Islame në Skënderaj, ku së bashku me kolegët e mi hoxhallar mundohemi që ta dhamë maksimumin ton, duke kryer si duhet përgjegjësinë apo amanetin përballë të Madhit Zot dhe në anën tjetër me korreksi për të shërbyer qytetarëve tanë. E shoh thelbësore si imam, në këtë rast si hoxh, që para se t'ju flas të tjerëve, t'i flas para vetes time. Para se të synoj të përmirësoj tjetrin, ta përmirësoj veten time. Jam dëgjues aktiv, ku mundohem s'pari të kuptoj para se të gjykoj. Kam zgjedhur të jem me njerëzit dhe jo mbi njerëzit. Në anën tjetër, e shoh bazike që me njerëzit të ndërtojmë një raport të mirë, korrekt, të dashur, me cilët mund të zhvillojmë idetë tona dhe të marrim përkrahin e tyre. Andaj kjo është në përgjithësi ajo që ne synojmë ta bëjmë dhe jemi në këtë rrugë për ta zhvilluar sa më mirë e sa më bukur që është e mundur. Hoxhë nderuam, a bën pyes si po shihni apo si shihni një hoxh si jo, si Armënor Sinani, lidhje njerëzve të zakonshme, të përditshme, sot me fenë islame. Njeriu sot është i fortë fizikisht, por më i lodhur emocionalisht. E shohim të ngopur nga aspekti fizik, mirë po i uritur për të gjetë kuptimin e jetës dhe qëllimin pse është kriju. Duke u nisur nga kjo çështje që është më rëndësi që të hapet nga ky diskutim, e shohim se feja
apo aspekti dhe koncepti fetar bëjnë pjesë në rëndësinë e veçantë që duhet ta ketë njeriu në këtë botë. Me anë të fesë njeriu përmbushet, me anë të fesë njeriu plotësohet, me anë të fesë në praktikimin e saj fillon të bëhet më i fortë, fillon të bëhet më i suksesshëm dhe fillon me kuptu qëllimin pse është kriju dhe qëllimin se ku duhet përdal në rrugtimin e tij në këtë jetë. Andaj feja domosdoshmërisht duhet të përkthehet në aspektin praktik. Ne e dim shumë mirë se namazi nuk është pjesa përbërëse e gjithë fesë. Feja fillon me namaz, vazhdon me agjerim, vazhdon me haxh, mirë po me këto nuk përmbyllet feja. Me këto fillon feja. Ajo bëhet më e mirë kur ka sjellje të mirë. Ajo bëhet më mirë kur ka mëshirë mes njerëzve, bëhet më mirë kur ka tolerancë, ajo bëhet më mirë kur njeriu largohet nga paragjykimet, bëhet më mirë kur arsyetohet tjetri dhe mbas kësaj çdo njeri i cili bëhet fetar apo është fetar dhe kupton këtë koncept ku mbi namazin të ndërtoj sjellje të mirë dhe korrekte me njerëzit, ai e ka plotësuar fenë e tij, por në anën tjetër ai i ka dhënë jetës së tij bereqet në mënyrë që të vazhdoj sa më mirë dhe sa më bukur në rrugtimin e tij në këtë jetë. Hoxha Ndrum, po më intereson mua dhe do të pyes për videot, publikimet që i bën në rrjetet sociale. Ke gjetë një metodë për mua që kam vlerësuar metodë e mirë që të jenë videot e shkurtra. Nga erdhi kjo ide për të përshu këto mesazhe me këto videot e shkurta që i keni në rrjetet sociale? Realisht, format e shkurtra janë sikur fjalë të urtra. Pak fjalë, por shumë kuptim. Nëse nisim nga ky rregull apo nga kjo thënie e një njeriu të mençur, e shohim se kjo gjen zbatim të madh në jetën tonë. Do të pas parasysh se jeta e njeriu të sotëm në kohën bashkëkohore është e mbushur me plot obligime. Dinamika jetës është mjaft e madhe dhe sikur sot nuk gjejmë kohë të lirë për të pushuar e për të qetësuar. Në anën tjetër, në mesin e tërë këtyre obligimeve që i shohim dhe i përjetojmë, është e udhës që ne si imam të gjejmë hapësirën e duhur që depërtojmë tek veshi i dëgjuesit në mënyrë që mesazhi ynë i duhur të shkojë sa më parë tek ai. Dhe do ta pranojmë një gjë, se ligjerimi i gjatë është thuajse ndonjëherë jo i duhur për të çuar mesazhin që ne duam ta japim. Andaj e shohim të arsyeshme që tek xhamati, tek njerëzit tanë, të depërtojmë me mesazhe të shkurtra, të qarta, thelbësore, në anë të së cilave synojmë të prekim dukuri negative, por në anën tjetër edukative që duhet t'i dëgjojmë e t'i shohim jetën tonë. Andaj kjo është edhe një gjë të cilën e ka praktikuar i dërguari alayhis salam, i cili në të shumtën e rasteve në këshillat e tij apo hadithet shohim se ka folur shkurt, qartë, por me kuptim. Andaj mendoj se është nevojë e njerëzve të ditur, njerëzve të mençur që në kohën që jetojmë, edhe kur të flasim përmbajtshëm, sa më shkurt dhe sa më qartë, mirë po mesazhi, kuptimi të jetë madhështor dhe të jetë e atill që bën diferencën në mesin e njerëzve. Andaj besoj që si shumë kolegë të cilët e kanë zgjedhur këtë rrugë përmes videove të shkurtra, duhet të vazhdojmë këtë rrugë në mënyrë që të deportojmë aty ku duhet pranë veshët e dëgjuesit dhe mos bëjmë monoton me ligjëratat tona të zgjata, por ta ruajmë dëshirën për të dëgjuar dhe për ta kuptuar fenë e tyre. Hoxha Ndrum, sa keni pa ndikimin e ligjëratave tuaja tek gjenerat e re, tek të rinj sidomos? Natyrisht se ndikimi është mjaft i madh. Për faktin se kur flasim për tema të caktuara. Këto tema kur i zgjedhim janë ato të cilat burojnë nga dëshira apo nevoja e njerëzve për të trajtuar. Dhe padyshim se rezultati i tyre është mjaft i madh. Për faktin se nga komentet apo nga diskutimet tona pastaj në mënyrë private, shohim se tema e caktuar ka pas një rol të veçantë, duke kujdesur në aspektin personal, për ndryshim, pastaj qoftë në aspektin familjar.
për të ndryshuar e për të rregulluar sistemin familjar dhe pastaj duke kaluar edhe në aspektin shoqëror në mënyrë që efekti dhe ndikimi të jetë sa më i madh. Pra në këto 3 tabora apo 3 drejtime mundohemi që ta dhamë maksimumin dhe njëkohësisht gjejmë zbatim aty ku duhet për të arritur. Po të pyes diçka kështu. Sot po jetojmë në një jetë pak më modernizuar. Si mund ta gjejmë një balans mes modernizimit dhe fesë? A kemi këtë mundësi? Madhështia e fesë është se çdo kohë që vjen i përshtatet. Dhe ajo që sot ne dëgjojmë ndonjëherë në mënyrë të padrejtë është se nëse dikush fetarizohet apo dëshiron të jetë fetar, nga dikush mund të quhet primitiv apo mesjetar. E që as edhe një argument nuk mund ta argumentoj këtë bindje apo qëndrim të disa njerëzve. Ti je fetar, nuk kupton ti je bashkëkohor. Ti je fetar, nuk kupton të jesh i moderuar në aspektin e praktikimit dhe mënyrën e tjetër që e bën. Për këtë arsye, ne sot shohim se edhe në ambientet tona të xhamiave, edhe ku mbajmë ligjërata, kemi xhamat që janë shumë profesional, doktor, arkitekt, mësues, profesor dhe njerëz nga më të ndryshëm, qoftë inxhinierë arkitekt të cilët kanë zgjedhur të jenë njerëz profesionistë në jetën e tyre, por në anën tjetër të jenë edhe fetar, për faktin se të jesh fetar nuk nënkupton të mos i takosh kohës së sotme. Në anën tjetër, të jesh fetar i mirëfillt nënkupton të jesh njeriu më i dobishëm për vendin, për shoqërinë, për rrethin dhe për familjen me cilën jeton dhe vepron. Hoxha i nderuar, a mund të na thuash pak si është me qenë një imam, që ju një imam i ri, një hoxh i ri, në këtë kohën e modernizimit, në këtë kohën e ndryshimeve të mëdha që po bëhen? Them të drejtën, të jesh imam i ri, përveç se është përgjegjësi, është edhe privilegj. Për faktin se njerëzit nga do që shkojmë, na presin mirë, me fjalët më të mira, krijojnë hapësirë për ne, dhe në anën tjetër respektojnë fjalën tonë dhe tentojnë që mesazhin që e përçojmë ta zbatojmë. Kjo shihet, kjo vrehet, është diçka që duket. Dhe të jesh imam i ri në kohën moderne, natyrisht se përveç që është një privilegj, është edhe një mundësi e madhe për të mos u ndalur në mënyrë që të vazhdojmë përpara për ta shuar amanetin e të madhit Zot aty ku duhet, sepse kjo është një mirësi që u takon të gjithëve, se ai i cili e merr këtë amanet ka për t'ia parë hajrin dhe ka për të ndier gjithmonë më i mirë dhe më produktiv në jetë. Si hoxh i ri, pyes pak për rinin më shumë. A mund na thuash cilat janë sfidat që përballën sot rinia me to? Natyrisht se sfidat sot janë nga më të ndryshmet. Ne shohim gjithmonë kërkesa dhe nevojë të të rive për të diskutuar, për të trajtuar gjëra që ata më shumë të shqetëson. Ne sot shohim se jetojmë në kohën e pasigurisë, ku ndonjëherë jemi të mbushur nga informacione të ndryshme, mirë po të paorientuar në një drejtim të veçantë. Një pjesë e rinisë gjithmonë kanë kërkesa që ta gjejnë drejtimin e duhur në jetën e tyre. Për shkak se është periudha ku ndonjëherë janë të izoluar nga shoqëria, nga familja, dhe qëndrojnë në një kryq në cilin nuk dinë ta gjejnë drejtimin e vërtetë. Andaj, sfidat më kryesore janë që të qëndrojnë mbi vlerat që i gëzon sot një njeri i drejtë dhe i sinqert. Jemi në kohën kur vlerat më së shumë t'i sulmohen. Sot të jesh i ri me vlerë, të jesh i ri me moral, të jesh i ri duke vendosur vjet kuqe për mos ta bërë atë që s'duhet bërë, natyrisht se kërkon një besim të fortë, një besim të drejtë, një besim të sinqert. Por përderisa krijohet një besim siç duhet, atëherë një i ri është i destinuar për të triumfuar, por në anën tjetër duke mos mbet pa rrugdalje në mënyrë që të vazhdoj aty ku duhet të jetë ky person. Andaj, në bashkëpunim me të rit që kemi takimet ndryshme, takimet e rregullta, është e udhës dhe shohim të nevojshme që të mishrohemi me ta, me dertin, brengen dhe ato gjërat që ata shqetësen më shumti,
në mënyrë që së bashku pas konsultimit dhe bisedimit ta gjejmë atë që është më mira për ta. Hoxh Arnur Sinani, e përmendën fillim që ju jeni tani fytyrë publike, duke pas parasysh përveç hoxhët e kryimantën e Skënderaj, edhe me shfaqjen tuaj në rrjetet sociale. A mund ta thush, a keni reagime prej trive ose prej trejave për shfaqjen tonë, ndaj kompliment apo ndaj këshill, sugjerim, të pëlqen për ty apo nuk pëlqen diçka? Realisht pritja e njerëzve ka qenë e mirë, pozitive, dhe në anën tjetër, si duket, ka pas një lloj suksesi, të themi ashtu, për faktin se kemi arritur të përçojmë mesazhin për cilin është destinu. Sa i përket komenteve dhe pritshmërisë, natyrisht se komentet janë nga më të ndryshme, qoftë në aspektin personal, që janë më të shumta, pastaj në atë aspektin që mund të shihet nga të gjithë. Por dua të them një gjë, se koha jonë sot ka nevojë edhe për një hoxh të mirë, ka nevojë për mësues të mirë, ka nevojë për profesor të mirë, për policë të mirë, për doktor të mirë, jo vetëm të cilët e kryejnë obligimin gjatë orarit punës, por të cilët dhanë diçka më shumë nga vetja e tyre jashtë orarit punës dhe tentojnë që në zemrën e personit ndikojnë në mënyrë që ta hapin dhe të dhanë mirësi. Për këtë arsye e shoh të udhës dhe e kam shkruar dikon një postim që gjithmonë mirëpres kritikat dhe këshillat për çdo gjë, sepse të paktën edhe pse jemi imam, jemi të gabueshëm, nuk jemi të pagabueshëm. Gjithmonë ka hapësirë për të bërë më mirë, gjithmonë ka hapësirë për të shtuar diçka më shumë, sepse si jemi të përkryer. Në anën tjetër, falenderoj gjithë ata, të cilët më këshillojnë kohë pas kohe, qëndrojnë afër meje në mënyrë që gabimi sa do i vogël që të jetë të mos përsëritet, por të merrni trajt duhur dhe të jemi sa më dobishëm në raport me njerëzit. Një njeri i mençur tha: "Dije se çdo shpirt ka për ta shijuar vdekjen, por jo çdo shpirt ka për ta shijuar jetën." Ta kemi parasysh se jeta është dhuratë nga i Madhi Zot. Dhe ne duhet ta jetojmë ashtu siç duhet, por në anën tjetër edhe kënaqësia, lumturia, gëzimi dhe hareja duhet të jenë patjetër në rrugtimin tonë në këtë botë. Çfarë kuptimi ka ekzistenca jonë në këtë botë nëse nuk jemi të kënaqur? Çfarë kuptimi ka jeta jonë nëse vije vdekja dhe nuk kemi kaluar disa momente të bukura të cilat i kemi ndarë me familjen tonë dhe me të afërmit tonë? Për këtë arsye, të mundohemi që edhe jetën tonë ta shijojmë siç duhet në suazat e asaj që na dërgoi Zoti i Madhreshëm dhe na bëri të mundur të jetojmë siç duhet. Zoti na bëft një jetë të çmuar me plot begati dhe mirësi. A keni menduar ndonjëherë përse Zoti i Madhreshëm kur foli për Kur'anin tha në të ka shërim e nuk tha në të ka ilaç? Është interesante, sepse shërimi është ai që gjithë e duam, ndërsa ilaçi ndonjëherë ka mundësi mos me të shëru. Për këtë arsye, Kur'ani është shërim për njeriu, për shpirtin e tij, për zemrën, për mendjen, për shikimin, për dëgjimin, për familjen, për shtëpinë, për çdo ambient cilin ai jeton dhe vepron. Kur'ani është çelësi kryesor për ta bërë diferencën në jetë, por në anën tjetër, për të dhënë kuptim sprovave që kemi në jetën tonë dhe gjithashtu mirësive që i kemi për t'i shtuar bereqetin dhe begatin. Për këtë, Zoti tha, ai është shërim, ai është madhështi, ai është çelësi i zgjidhjeve të mira që njeriu i ka në këtë jetë. Është e rëndësishme që në jetën tonë të bëjmë një lutje të veçantë, e cila ka ndikim pozitiv në vazhdimsi. Lutja përfshin 4 gjëra. O Zot i Madhreshëm, më ruaj nga ai i cili dëgjon për mua diçka të mirë dhe e fsheh atë. O Zot i Madhreshëm, më ruaj nga sherrri i atij i cili dëgjon për mua diçka të keqe dhe e përhap atë me shpejtësi, duke pasur dëshirë që e keqja të bëhet sa më e madhe. Lutja e tretë duke thënë: O Zot, më ruaj nga sherrri i atij i cili mbrapa shpinës sime flet çdo gjë,
Dhe lutja e katërt, o Zot, më ruaj nga sherrri i atij i cili më sheh mua me plot xhelozi, me plot inat, me qëllim që mirësitë që mi ke dhënë Ti i Madhi Zot të shkatërrohen dhe mos t'i gëzoj unë së bashku me familjen time. Ti kemi parasysh të katër gjëra, sepse janë vendimtare që i Madhi Zot të na ruaj nga sherrri i njerëzve që në zemrat, në shpirtrat dhe në mendjet e tyre dëshirojnë vetëm keq dhe vetëm ligësi në vazhdimsi. Një i mençur tha, dëgjova se po flisje pas shpine për mua. Me befasove, ti ke frikë nga unë dhe nuk ke frikë nga Zoti i Madhreshëm. Po ta shpys ju vetë, pasi që i publikoni ligjëratat e juve, a ka ndonjë për këtyre ligjëratave që ju lën përshtypje që dhe vetë shpesh herë e përcjellni, e dëgjoni? Natyrisht është interesante kjo gjë për faktin se ndonjëherë kur gjendemi përballë situatave të ndryshme dhe shohim se zemra për shpirti ka nevojë për dëgju apo për të reflektuar për një temë caktuar, e shohim aty se vetë kemi mbajt atë temë dhe rindalemi dhe rishikojmë veten, ridëgjojmë më mirë të themi, për të marrë diçka nga ajo që kemi thënë. Dhe shohim se me gjas pas kam fol mirë dhe me gjas pas kam arrit të them diçka sepse dhe mua më bani dobi. Ju përveç studive islame jeni edhe sociolog. Andaj edhe jeni adekuat që t'i bëj këtë pyetje, se shihni ndikimin e fesë në aspektin social tek njerëzit sot. Natyrisht se feja ndikon fillimisht në aspektin personal, duke u zgjeruar në aspektin familjar, pastaj duke kaluar në aspektin shoqëror. E shohim ndikimin e fesë në vazhdimsi, tek shoqëria në aspektin social. Kjo më së miri kuptohet në çdo drejtim tjetëror, veçanërisht dallohet në festa siç ishte tash Kurban Bajrami. E shohim çfarë do thotë të jesh fetar, ku nuk mendon vetëm për veten tënde. Nuk mendon as vetëm për familjen tënde, por gjithmonë duhet të mendosh edhe për tjetrin, e ky tjetri është shoqëria. Dojmos edhe Zoti i Madhruar e ka saktuar këtë pjesë, që nga mishi i kurbanit të mos përfitoj vetëm familja, por të përfitoj edhe i afërmi, përfitoj edhe shoqëria, sepse një person nuk është i suksesshëm sa duhet nëse mendon të jetë vetëm i suksesshëm, ndërsa në suksesin e tij mos marr pjesë edhe shoqëria. Për këtë arsye, sa bukur ka thënë pejgamberi alayhis salam një hadith, nuk është besimtar i mirë ai i cili flan, pushon me barkun e ngopur, ndërsa kojshiu apo fqiu i tij qëndron me barkun e uritur. Ky është aspekti social, kur ne nuk mendojmë vetëm për veten tonë, kur ne nuk shohim vetëm veten tonë, por gjithmonë mendojmë edhe për tjetrin. Gjithmonë mendojmë se edhe tjetri duhet të jetë me ne i gëzuar, i lumtur, pa brenga. Në anën tjetër, e shohim se feja zë një vend të rëndësishëm, edhe në aspektin e brengave, aspektit depresiv, për faktin se kur e dim se një person i afërm, një person që është afër nesh, ka një breng, ka një dert, ka një diçka që mundon atë, e kam obligim fetar që të bëhem zë për të, që të bëhem dorë ndihmuese për të, që të bëhem këshillues për të, sepse Zoti i Madhreshëm nuk na krijoi këtë jetë vetëm për vete, por na krijoi këtë jetë edhe për tjetrin. Kështu pra, duke vazhduar dhe në xhenet atje nuk jeton njeriu dhe s'jeton vetëm vetë, mirë po gëzimin dhe shpërblimin e ka së bashku me të tjerët. Dhe kjo është ajo që e shohim edhe fejë në aspektin social. Pra feja dhe ndikimi i saj ka një rëndësi të veçantë dhe drejt për drejt, duke i vllazëruar njerëzit mes veti, duke eliminuar dallimet mes tyre, duke larguar çdo formë paragjykimi, duke bërë ata të afërt që të vazhdojnë siç duhet, se të jenë një familje e vetme. Planet e juaja për në të ardhmen, a mendoni të vazhdoni kështu me këto video të shkurta që po na lëm përshtypje shumë, apo na pëlqejnë që kur po kalojmë, po i shkojmë shkurta, po i përcjellim, apo mendoni me bëna ndryshim me to? Për momentin do vazhdojmë kështu, në këtë ritëm,
pa e tepruar e as pa munguar shumë, në mënyrë mesatare, por natyrisht se rrethonat do të na detyrojnë që të bëjmë ndryshime. Do mundohemi të jemi gjithmonë pranë dëgjuesve tanë, pranë atyre që kanë nevojë për ne, siç kemi nevojë ne për njerëz të tjerë, dhe do mundohemi që në vazhdimsi ta dhamë atë që duhet dhe kemi obligim, përgjegjësi, qoftë si aspekt fetar dhe pastaj si aspekt advetar apo në raport me njerëzit dhe popullin tonë. Hoxha nderuam, në fillim më la përshtypje kur e përmendat Drenicën legjendare. Po ta shpys Drenica në përgjithësi, se këtu jemi në zemrën e Drenicës. Si është gjendja e Drenicës me besimin, me fenë dhe ju si imam të ri, sa gjoni respekt tek qytetarët? Është një pyetje shumë e rëndësishme. I gjithë populli në përgjithësi është i mirë, është i dashur. Po flas në aspektin më të veçantë, Drenica dhe këtu banorët e Skënderajt janë njerëz shumë të mirë. Dua të them një gjë, pa dashur të shtoj më shumë apo të largoj diçka tjetër. Në çdo vend, përballë çdo qytetari, i kemi dyert hapur për bashkëpunim. Na presin mirë, në formën më të bukur të mundshme. Ende deri sot nuk ka pas as edhe një projekt, as edhe një nismë që kemi filluar dhe nuk është realizuar para kohe. Fal mbështetjes, respektit dhe dashurisë që kanë në këtë rast për rolin e imamit, por edhe ndaj fesë. Për këtë arsye, unë besoj fuqishëm se ne e kemi trashëguar dhe vazhdojmë të tregojmë edhe në këtë drejtim se të bashkuar, të ndërtuar mbi vlerën fetare dhe mbi atë advetare, kemi përqenë gjithmonë një shembull i mirë për të vazhduar aty ku duhet përqenë. Andaj i falenderoj dhe shfrytëzoj nga ky rast që t'i falenderoj të gjithë ata banorët e Skënderaj, të cilët na përkrahin, i hapin dyert përqenë sa më afër nesh dhe padyshim se kjo nuk është diçka që thuhet. Nuk është diçka që mund të përmbledhet me fjalë. Është diçka që shihet, përjetohet dhe që ndjehet. Zotin nderoft juve dhe të gjithë ata të cilët kontribuojnë në rrugën e Zotit. Faleminderit shumë. Zotin nderoft juve, faleminderit që keni ardhur në këtë vend. Hoxha nderuam, s'po do me përfundu një herë. Ajo, po jo. Po do me marrë një pyetje, pava se po ke qenë përfundu. Jo, ja, edhe çfarë fakte. Okay. Po do me lyp për juve hoxh një këshill veçanërisht për të rit dhe të rejat, po edhe për opinionin e gjerë në përgjithësi. Zakonisht në diskutimet tona me njerëz në përgjithësi, me të rinj në veçanti, mundohemi që këta rreshta t'i përkufizojmë gjithmonë. S'pari obligimin që kemi ndaj të Madhit Zot, përgjithësitë ndaj tij mos t'i harrojmë. Për faktin se shpirti është një dhuratë nga i Madhi Zot. Për këtë shpirt, për mundësinë me jetu, që është një dhuratë e madhe nga i Madhi Zot, nuk duhet paguajmë faturë mujore apo vjetore. Mirë po, kjo më së miri paguhet me falënderim dhe duke qëndruar në rrugën e drejtë, duke qenë i përmbajtur, i kujdesshëm ndaj veprimeve tona. Në anën tjetër, aspekti dytë që duhet ta kemi parasysh është përgjegjësia dhe obligimet tona ndaj vendit ton, ndaj popullit ton. Ta dim gjithmonë dhe mos ta harrojmë asnjëherë gjakun e derdhur për këtë vend. Sakrificën e pashoq, gjithë ato jetë e humbura. Këto janë bërë dhe sot e gëzojmë lirinë për faktin se njerëz sakrifikuan. Andaj këto dy gjëra, aspekti fetar, i ndërlidhur ngushtë me raportin me Zotin, pastaj aspekti advetar, i ndërlidhur ngushtë me sakrificën e rejve tanë, duhet që edhe në raport me njerëzin përgjithësi dhe në raport me rinin në veçanti, na bëjnë gjithmonë të mundur ta kuptojmë amanetin dhe qëllimin e krijimit tonë këtë botë, ta mbushim me veprat e mira dhe truhemi nga gjithë ajo që na bën dëm,
qoftë në aspektin familjar, në aspektin shoqëror dhe në aspektin adëtar. Hoxha Arnor, të falenderoj. Kjo bisedë me ju në bën që fjala e mirë, fjala që thuhet me zemër, ndryshon njeriu, po ndryshon edhe botën. Unë ju uroj juve që të keni sukses edhe në ligjëratat, në këshillat që i japni, edhe jashtë xhamatit të Dranicës, por edhe në punën tuaj si imam dhe si kryimam. Faleminderit nga zemra. Faleminderit shumë juve, Zoti ju shpërbleft. Faleminderit për kohën dhe mundësinë e dhënë. U pafshim për të mira përgëzime. Faleminderit shumë. Të dashur miq, ishim me hoxhën e nderuar Arnor Sinani. Deri në takimet e radhës, mirëmbëjtje, paqe dhe selame për ju.